Selam aleikum e mirëmbrëma të dashur nderuar shikues e dëgjues të rrëtëve pendimit dhe mirë se takohemi edhe këtë të premte me emisionin fund javë me profën. Ne jemi në valën e zgjedhjeve, po për politikë do të flasim fare pak në emisionet, edhe pse mysafirin e kemi doktor fillimisht, pastaj edhe politikan, por të prezantojmë fillimisht, pastaj vazhdojmë me prezantimin të përgjithshëm të bashkëpunimit tonë. Unë kam nderin edhe kënaqësinë që sonte në studio dhe kem doktorin tonë të njohur edhe politikanin tonë të njohur të dashur Gzim Xhemani. Gzim, selam aleikum, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhën nderova. Aleikum selam, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Të nderuar të kemi në emision dhe do të bashkëpunojmë bashkë fillimisht për rrugtimin tuaj deri tek ky Gzimi që është sot si doktor. Pastaj do të trajtojmë ka fundi edhe pak pjesën e politikës se çka e shtyn Gzimin politik, nevoja, detyrimi çeve për ndryshuar për të mësuar diçka, po e kam shprehjen të kthej pak mysafir tek ajo pjesa e fëmirisë. A ka dash Gzimi bëj doktor për koni vogël apo si ka qenë puna se është tikja $1 milion që ajo çka do të bësh këtë rritësh. Nëse nuk gaboj, për herë të parë kur ka lind ideja që të merrem me mjeksi konkretisht me stomatologji ka qenë në shtatën fillore, ndoshta edhe për herë të parë atë në një studio këtu publikisht. Ajo vjesha një ditë Gimi hiç pa mahi veshi mantillin e motrës së tij. Edhe i pëlqej, ha? Po. Kështu që prej atij momentit kanë filluar ato shkëndijat e para të simpatisë për stomatologji sa ishan fillore, pastaj pasi përfundova filloren, vazhdova me atë dëshirë për stomatologji, po unë kam lind pe jetoj në pe dhe shkollën fillore pa ta përfunduar në pej, por në atë vit për regjistrim shkollës mesme nuk kishte në pej. Pej ishte çdo vit një po njëri jo stomatologjia, drejtimet tjera mjekësore po. Ti seksionoj kjo pjesë pastaj. Kështu mund seksionoj, kështu që mu dash në Gjakov, kështu që shkollën e mesme të drejtimit stomatologjie kam përfunduar në Gjakov. Në atë kohë ishte para luftës dhe mësimin e zhvillonim në një objekt të shkollës fillore në Gjakov, Mazon Puska ka qenë shkolla fillore. Pas përfundimit të shkollës fillore, pastaj thënë të drejtën, unë kam filluar për shkak kushteve të tilla dhe rrethana të atëshme ekonomikit, të cilët kemi kaluar si shoqëri. Unë krahas shkollimit e kam pasur edhe një, si të them, jo hobi, por një angazhim tjetër të cilin kam qenë mjaft i suksesshëm. Detyrim familjar. Po, që ka lindur nga nevoja, ja marr me tregti shumë. Kështu që në moshë shumë të vogël, 14 vjeçare, domethënë sa po ta përfundu të 8-ën fillore kam shku në Bullgari për tregti. Kam qenë ndër tregtarët e vegjël më të rinj. Edhe kam zhvilluar atë biznes me mjaft sukses deri në përfundim të shkollës së mesme, pastaj erdhën studimet. Kështu që unë ideja ishte ta kryeja shkollën e mesme të stomatologjisë, por nuk isha i sigurt a do të vazhdoja me studimet se rrethana të tilla ekonomike ishin të vështira. Unë punoja me tregti, prindërit ishin në arsim, por pagat në arsim e dini si kanë qenë. Por desh i Zotit që suksesin e kisha shumë të mirë, shkëlqyshëm të them në atë zhargonin popullor, isha nxënës i shkëlqyshëm në shkollën e mesme, dhe atëherë u inspirova që të aplikoj të konkurroj në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, sepse shumë vështirë. Këtë që pyesja me tonin, mos konkurro më mirë se fare se nëse s'ki intervenca, por ja desh i Zotit dhe hyna provim pranues, u renditej shtatin në listë dhe u pranova në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, drejtimi stomatologji, dhe kështu që ka filluar karriera ime profesionale mjekësore. Mjeksi. Do të shkpusim pak diçka interesante për publikun që ndoshta se ke thonë, një farloj premiere, një dromë diçka të vogël, shkollë fillore, një dromë të vogël diçka shkollë mesme, më na donë situata interesante që kishme qenë e mirë e këndshme mendo për publikun, edhe pastaj sfidat si student në diçka studentore, nga ajo jetë plot vite, 7-8 vite, ndoshta prafërsisht ose. Po, ajo përveç tregtisë që e kam pasur, domethënë shkollën fillore, së bashku me vllahun e dytë, se dy vëllezër të tjerë kanë qenë më të vegjël. Krahas angazhimit dhe punës që kemi bërë mjaft, domethënë në mëngjes punoni me tregti dhe shkollë nikosisht, por ka qenë edhe angazhimi im, pasioni për sportin. Shkollën fillore sa kam shkuar si keq peja, basketball. Po pastaj kur kam hyrë shkollën e mesme, ka lind dëshira për sporte luftarake. Edhe kështu që jam marr pak me kickbox dhe me mbrojtje të afërt. Kështu që kam pak sa njohuri. Nuk po bëj kam të nguz me pikë shumë se nuk ka dalak, jam marr me kickbox dhe mbrojtje të afërt sa kam qenë shkollën e mesme, pastaj në studime kam vazhduar me sport, por ajo që është e veçantë që në studime kam qenë ndër studentët e rrallë, pothuajse të vetëm, se ka qenë e pamundur me kry nikosisht mjekësi stomatologji edhe me punu. Kështu që kam qenë ndër studentët e rrallë së bashku me dy kolegët e mi në krejt gjeneratën mjekësi përgjithshme farmaci stomatologji që punonim. Kështu që
ka vazhduar të punoj atë Sfidë në vete kjo. sfidë vete, do me thonë prej vitit 4-5 studimeve në mjekësi, se 6 vite ka qenë studimet këtu, pastaj specializimi, kam filluar të punoj dhe kam punuar, interesant ka qenë një organizat, e thëmë për herë të parë në studion e juj, ka qenë organizat angleze, e sigurimeve, siguron të objekte ndërkombëtare në Kosovë atëre. Ne përgjithësitë tona ishin të siguron një objekt një OJC të Amerikës, ka qenë OM, e brenda unë i monitoroja kamera, do më thonë natën punoja me monitorat kamerave, ditën fakultet. Çdo natë punoja aty brenda në ato hapësira, pastaj kam vazhduar në studimet ato punë, pas ndërpresës asaj pune, kam vazhduar të kyçem pak në rrjetat profesionale. Jam marrur me farmaci, kam punuar pastaj 6 vite rresht, edhe kam diplomuar, por nuk e kam dalë punën si përfaqësues mjekësor në kompani ndërkombëtare, fillimisht një vjeçare turke, pastaj në një kompani gjermane precisioze 5 vite me radhë, pastaj Goxha kontribut, goxha. ka qenë, domethënë jam angazhuar gjithmonë, kam punuar gjithmonë, kam studiuar, kam diplomuar, por kur nuk jam dalur së punuarit, të ndihmoj vetes, pak sa dhe familjes, atër ishte kapitalizmi e donte të tillë që gjithë të punonim. Nuk ishte si socializëm, njëri punon të gjithë mbjetojnë. Vetë me hungur, po. Dhe kështu që erdhi koha e vitit 2006 kur diplomova, ne faktikisht nikosisht edhe punoja me ata gjerman me kompani farmaceutike, por edhe diplomova, po kulminacioni të mirave ka qenë, pse përmenda vitin e diplomimit 2006, ka qenë shtatori i vitit 2000, unë në qershor kisha diplomuar, ndërsa në shtatorin e vitit 2006 e përjetova dhuratën më të madhe që mund ta përfitoj një njeri. Hajde, hajde. Ka qenë muaj Ramazan, nata 27 që praktikohet, shkova me fal teravin në xhami dhe pas u ktheva nga xhamia, vendosa prej atij momenti të fali 5 vakte namaz. Mashallah. Kjo ka qenë dhurata më e madhe për mua që Zoti më ka dhuruar. Alhamdulillah. Përveç atyre të mirat pa numër ta, unë mendoj që kjo ka qenë më nga se ka ndikuar pozitivisht në çdo sferë të jetës, edhe në mua personalisht edhe në familjen time. Kështu që nga viti 2006 unë Munguc pak do që ndëruar, feja sikur po na lëm brapa ty pas ka bot kundër të çish ka ndodhur të kjo pjesë kështu bash interesante. Kjo është e kundërta asaj që thonë jemi mësuar të dëgjojmë lloj-lloj çpifje trillime në raport me fen, që njerëzit thonë feja lëm brapa, mua përkundrazi kulminacionin e karrierës kur kam filluar ta praktikoj fen, se kam pa që diçka po më mungon, nuk jam plotësu komplet. Zbraz diçka po mungon, edhe kam plotësu me fe, me namaz, ajo më ka më kuptuar që pastaj edhe më shumë kam studiu. Erdhi periudha e specializimit, edhe në periudhën veti mjekësia specializimin e ka shumë të vështirë. Kështu që shumë e vështirë ato tituj shkencor që i marrin në fakultete të ndryshme, master apo doktoratur, se specializimi kërkon teori dhe praktik aktive 4-5 vjeçare, me punu me pacienta vazhdimisht. Kështu që edhe mjekësi s'ka zanata, dush me ditë. Dush shumë mësu, duhet me pas shumë vullnet, shumë durim. Mendoj që në mjekësi nuk vlen ajo shpreha inteligjent. Ajo. Vlen shpreha punëtor, duhet të punosh. Shumë punë duhet, shumë vullnet, shumë durim, bile mbajnë mend. Në vitin e parë kam banuar diku afër këtu në Velani ishte kompleksin e Velanis edhe mësonim në fakultet. Si gjithë studentët po thuajse. Banoja në ndërsa mësimet që zhvillonim në objektin e Fakultetit Teknik, se ishte vitin 98 pak para luftës. Edhe ka pas raste kur ndoshta 13-14 orë ditje kemi mësuar. 13-14 orë ditje për të kryer provimet e para të vështira, anatominë dhe fiziologjinë. Pastaj vinin provime tjera klinike, po këto ka qenë të vështira se mjekësia ka qenë sfidën veti. Domethënë sfidë ka qenë me mësu provimin. Sfidë me mësu provimin, sfidë me dhon provimin. Kemi pas edhe një plejad të themi të profesorëve vjetër të cilët kanë qenë mendësi komuniste jugoslave, na maltretonin shumë në provime, nga brez çfarë procedurë. Vetë profa duhet me ditë, edhe ai me pas veç, ndërkohë pastaj dash që kader Zoti kanë ardhur gjenerata më të mira në fakultetin e mjekësisë, gjenerata të reja. Po ata të vjetrit pak na kanë mundu si tepër. Përmes me të hyrë hak ty si mysafir për dëgjues dhe shikuesve, titulli juaj i saktë akademik i bën tjetër? Unë jam specialist i kirurgjisë maksilofaciale. Që më na përkthy pak më në shqip neve që fatkeqësisht gjua shqipe ende nuk e ka përkthyer vendi jon këtë lloj specializimi, se është titull latin, gjuhën latine, se mjekësia kryesisht fjalëve referohet në baza latine, pse ne shumë mirë e dinë që mjekësia, bazat e para të mjekësisë janë botën islame. Në kohën Harun Rashidit, ato universitetet e famshme në Bagdad dhe në vende të tjera. Kretë dini përdoren, po si kallëzojnë. Po i kanë mbuluar ato, edhe tash epitetin ja kanë dhënë latinizmit dhe termet kryesisht përdoren në gjuhën latine.
edhe titullim është në gjuhën latine kirurg, as kirurg nuk është emër shqip, se përdorit gjitha edhe anglez edhe gjerman kirurgie, surgeon, domethënë nuk është emër në shqip, por maksilofaciali bjen latinisht maxilla nofula, sipër me facial faqja, domethënë me gojë, me nofula, me fytyrë, gjitha me qafë, përveç trunit dhe syve dhe veshve. Këtë që ka të bëjë me kokë në regionin e kokës dhe qafës, na takon neve, përveç trunit, syve dhe veshve. Në përmend diçka prej sfidave si punëtor tash, si njeri profesional tek profesioni juaj. Me çka drejt merreni ju, e përmendet me çka nuk merreni ju, dhe cilat janë detyrat përgjithësitë e një mjeku maksilofacial. Unë po thuj se kam si dy profesione, me studime jam stomatologji, domethënë punoj edhe si stomatolog, po punoj edhe si kirurg maksilofacial. Si kirurg maksilofacial punoj në spitalin e përgjithshëm të Pejës, nga se për të zbatuar kirurgjin kërkon kushte të veçanta, sallë, anestezion, salla operative. Ndërsa në klinikën time stomatologjike punoj kryesisht në fushën e stomatologjisë dhe kirurgjisë orale, që në kohë të fundit më shumë t'i fokus si japim implanteve, nga se implantet janë zbulimet më të mira të mundshme të shekullit të fundit në fushën e stomatologjisë, nga se e zëvendësojnë dhëmbin e humbur, pa atakuar dhëmbët e tjerë. Kështu që nëse guxoj të flas në jargonin e fetar, implanti është zgjidhja më halale, të themi, më halal sa i përket ndërhyrjes të dhëmbët e humbur. Më mirë është me vendos një implant, se sa me i ataku dhëmbët e tjerë me vendos ura. Me bosa më shumë sherr. Nga se shkencërisht është vërtetuar që urat atakojnë dhëmbë natyral, pastaj shkaktojnë probleme shumë të ndryshme. Po dhe me i prish dy dhëmbë tjerë për me i prish dy dhëmbë për me zëvendësuar një dhëmbë. Kështu që implantet kanë shumë për avantazhe, për parësi, e vetmja mangësi e implanteve mbet kosto e çmimi, edhe pse tash vetëm kanë filluar dhe çmimit të ndryshojnë në vendin tonë, në rajon dhe kudo në botë. Qëti përballueshëm? Po, çmimi është i përballueshëm në vendin tonë, po shumë më i arsyeshëm, po mendoj është ende më i shtrejtë se urat dhe punimet tjera protetikore, por megjithatë nëse kemi parasysh gjatësinë dhe efektet pozitive, më shumë ja vlen me vendos një implant se sa me vendos një urë. Por ajo që unë kisha preferuar dëgjuesve dhe shikuesve tuaj është që më shumë t'i kushtojmë rëndësi preventives. Kujdesit. Duhet të dilë jashtë. Shumë më lehtë, shumë më lirë, shumë me kosto me rujt një dhomë më shumë më lirë. Ndërsa me zëvendësu një dhëmbë është shumë e shtrejtë, por prapë zëvendësimi i dhëmbit edhe nëse bëhet me zbulimin më të mirë me implant, as se si nuk i afrohet dhëmbit që ta ka fal Zoti. Ne kena shpërhit keq me thonë hajt, edhe kjo hajt të pastaj na kushton. Në që me rujt dhomën, me hajt, ne humbi të na e harrom hajt një keq, të investojmë ulo me pasojat tjera shumë. Çka na ndihmon ose të cila pjesë kryesore imi mungut te kujdesi jon oral do të ndërroj? Mendoj që bëjmë edhe me shpërndajmë. Se dim apo jo, përgjithësi ajo më ka intriguar vitet e fundit, ka qenë fakti që shumë i kushtoi rëndësi personalisht për veti, përveç higjienës orale, edhe vetë studimet na mësojnë edhe feja, misfaku ka qenë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zbatimin e misfakut, por ajo që ka intriguar kohë të fundit i kam jap shumë rëndësi është edhe ushqimet, produktet ushqimore që i konsumojmë. Unë ka vite që nuk i përdori edhe mundona t'i redukoj maksimalisht në familjen time produktet e plastikës. Dhe sot Bashkimi Evropian ka marrë vendim që në këtë vit i ndaloj pothuajse gati në tërësi produktet e plastikës, nga sa është dëshmuar që janë kancerogjene. Pastaj procesat e ndryshme, produktet yndyrore, të cilët fatkeqësisht sot nuk kanë kontroll. Janë pothuajse gjitha produktet ushqimore, gjitha produktet higjienike e kanë një lloj substance, fenole thirrën dhe të tjera të cilat vendosen për rritje gjatësisë së produktit. Por shumica e atyre produkteve janë kancerogjene. Kështu që ne jemi të atakuar nga produktet e dyshimta jo të sigurta dhe jo të shëndosha, përkundrazi kësaj, e vetmja mënyrë me i sfidu këto është që na ta kemi një disiplinë ushqim dhe një higjenë strikte. Kena qëllu më apetit, bërdo, shumë të bon që pjesë. Apetiti. Që të pjesë në spodim me hongër me pjede me lëven për filmari, nuk spodim mungi. Ashtu është, bile feja neve... Qështë më disiplinu, po, qështë më disiplinu? Mësimet fetare janë të përkryer asaj përket edhe ushqimit, edhe higjienës dhe shëndetit. Nëse ne i zbatojmë mësimet fetare, do t'jemi të partë. Zatën bazat i miksisë i përmenda, jo rasisht ka në ardhur nga bota islame, neve feja na mëson se si të harrojmë shëndetin, si të ushqehemi, si të harrojmë higjienën,
si të arrujmë përgjithsi shëndetin oral apo shëndetin e përgjithshëm, nëse këtu ndalemi, pa hy fare me studiu mjekësinë, vetëm i marrim mësimet e fesë, mendoj që do të jemi të parët. Por fatkeqësia jonë është ne në momentet e caktuara dëshirojmë të jetojmë dhe të veprojmë ç'është dëshirojmë vetë. Si në xhungull, Nuk dëshirojmë të zbatojmë mësimet finore të fesë, po dëshirojmë ç'është kemi dëshirë vetë, atëherë pasojat kosto t'i paguajmë vetë. Jo rastisht ne ka dalë zonë që edhe s'dim, edhe s'ngojmë, edhe bojmë ç'është do vetë tana po na kushton kjo pjesë. Po na kushton. E boni një krahasim interesant atësaj tregtisë me profesion, me shkollime me krejt, po gjejmë detyrimisht apo me qëllim apo me qëllime në kuptimin qëllim të mirë, po se po patjetër po apo i shtyr edhe tek pjesa e politikës, që nga cili vit gjejmë aty edhe rrugtimi jot pastaj politik deri këtu sot edhe çka edhe matutje. Ishte viti 2009, do në kur për herë të parë vllavi i dytë, i cili është me profesion jurist. Zoti na ishte qelsi i hajrit në familjen tonë, kishte filluar ta praktikonte namazin i parë para luftës. Sonë jemi pas luftës 2006. Ai kishte filluar vitet e 90, 97, 98, shumë i ri në shkollë mesme. Ç'është shkashti më fal me zor se dyqysh. Do të thotë pse ka qenë i dytë. Edhe kështu që edhe ai pas luftës filloi të merrej me politikë dhe profesioni i tij jurist më shumë i përshtatej. Dhe erdhi në një moment 2009, nuk e harroj kur, atëherë isha mjek i ri, kisha vetëm klinikën private që e kam penjë stomatologjike, dhe më tha, mendoj që gzim ta ka kohë që ti mu kysh në politikë, je mjek me profesion, edhe të njohin pak njerëzit. Atëherë unë kisha vetëm një hall, para se ta kthej një përgjigje pozitive, ishte që në rafshin vertikal, e kam të lejuar në raport me Zotin, se çdo fushë në jetë mundon ata zbërthejnë në rafshin vertikal. Fillimisht pastaj rafshin horizontal, thasha e kam të lejuar këtë punë, e kam hallat merre me politikë dhe pasi mora mendimet e njerëzve kompetent. Fal Zotit, treva shqiptare kanë dietar shumë sot. E mora përgjigje pozitive, atë jam kysh nga viti 2009 dhe prej 2009-s nuk jam dalur asnjë moment. Me një 2010 kam arritur të bëm deputet mandatin e parë, pastaj mandatin e dytë. Ku gjejmë 2009? 2009 më njëherë ishin zgjedhjet lokale, pastaj 2010 zgjedhjet parlamentare. Zgjedhjet parlamentare unë më njëherë deshi Zoti arrita dhe u bëra deputet. Mandatin e parë. Pastaj pas mandatit të parë vazhduan ato sfida të pakënaqësit me partnerët e koalicionit dhe në fillim të mandatit dytë jam ndarë edhe nga koalicioni, jam ndarë edhe nga partia vjetër dhe në 2015 e kam themeluar subjektin së bashku me shokët e mi, subjektin politik Fjala, të cilin edhe sot e drejtoj dhe me partinë Fjala dhe sot garojmë në këto zgjedhje pasi jemi edhe në prag të zgjedhjeve. Kështu që jemi munduar që prej ditës së parë qëndrojmë besnik në parimet tona. Të ndronë një Fjala? Po, si Fjala dhe ka desh Zoti që na ka ruajtur nga ujërat e trubullta të gjërave jo të mira, korrupsionit, krimit organizuar dhe të tjera, dhe kemi mbetur të pastër këta që jemi partia vetëm në Kosovë që garojmë që 3 parë zgjedhje parlamentare, por nuk kemi dorëzuar, dhe pse se kemi kaluar pragun, ne garojmë prapë për herë të katërt, por për ne mbetet sfidë që t'i bindim qytetarët që ne jemi zgjidhja e tyre, jemi ofertë atyre shëndosh, nga se shohim edhe sot me këto premtime, mashtrime të panumërta, mendoj që kanë kaluar çdo limit. Kështu që për mua dhe partinë Fjala flasin gati 15 vitet e kaluara si politikan dhe 10 vite si parti Fjala. Dhe kur ma letë se sot qytetarët nuk e kanë të ndërtojnë një pasqyre për mua, qoftë i mira apo i keq është në vlerësimin e tyre, respektoj, por ku e them, ata e din kush është Gzim Kirmendi, i din qëndrimet e mia, dhe ata e din a do të më mbështesin apo jo. Nëse të kishin me në pështet, pse me në pështet? Nëse jo, pse mos me në pështet? Po e thash, për gjatë 10 viteve ka mbrojt qëndrimet të cilat i gëzojmë së bashku edhe i mbrojmë vlerat e familjes dhe shtetit tonë. Prapa meje si deputet dhe sekretari i partisë Fjala qëndrojnë 10 vite, ku e ka mbrojtur me besnikëri, ku partia Fjala e kemi mbrojtur çështjen e familjes, e cila sot është diskutuar në muajt e fundit nga disa iniciativa apo të tjerë, ne kemi mbrojtur me fanatizëm për 10 vite në Parlamentin e Kosovës. Nuk kam lejuar që të depërtojnë apo të votojnë kode të tilla civile. Nuk kam lejuar zatën në mënyrë profesionale, shkencore dhe mjekësore. I kam kundërshtuar projekte të tilla të cilat unë i kam quajtur si projekte sioniste që atakojnë drejt për drejt familjen tonë.
i kam kundërshtuar në mënyrë profesionale, shëndetësore, mjekësore, edhe agjendat e tyre për të komunitetit LGBT, të cilët e shkaktrojnë moralin tonë dhe shkaktrojnë natalitetin tonë. E kam mbrojtur me argumente të drejtën e gruas në vendin tonë, qoftë rrafshin e trashëgimisë, rrafshin e shkollimit, punësimit dhe të tjera, e ne e dim që problem mbetet ende shkollimi i tyre për shkak mbulesës. Dhe kam kërkuar gjithashtu edhe me amandamente, nuk kam vepruar vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Kam propozuar amandamente për futjen e edukatës, ligjin për arsimin para universitar 2011, në gusht të 2011, për futjen e amadamenteve fetare, edukatës fetare në shkolla. Ajo kjo pikë nuk ka kaluar. Fatkeqësisht sot kemi kurrikulume të lëndëve me edukatës seksuale, të kundërtën kanë punuar këto qeveri që kanë ardhur pas meje dhe kanë futur edukatën seksuale në shkolla. Përveç kësaj e falenderoj Zotin që ma ka mundësuar zbashku me disa kolegë deputet tjerë, edhe disa deputet të komuniteteve jo shumicë, egjiptian, bosnjak dhe turq, që kemi kundërshtuar projekt ligjin atëhershëm të famshëm me sukses, dhe kemi kthyer prapa, ka qenë ligji i sponsoruar nga ministri atëhershëm Dardan Gashi, që e cilësonte zanin si ndotje akustike. Të më thonë, dëshironin ta zvoglonin tërësi e zanin, kemi arritur me sukses ta pengojmë këtë në 2 mandate, të parin edhe dytin, dhe kështu që kemi bërë punë mjaft të mëdha, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra, dhe kur dola ngarë për herë të parë si parti fjala 2017, se kemi garuar rend 2017-19-21, kur kemi garuar për herë të parë vitin 2017, e mora një rezultat që nuk e kam prit, domethënë e humbem, por megjithatë ishte zgjedhja e qytetarëve, edhe pse prej vitit 2017, e them këtë në studion e juaj, kam qenë ndër të parët kur kam kritikuar qeverisin e tashme që është në Kosovë, dhe që të pretendon të fiton zgjedhje tjera në kry me kryeministin aktor Albin Kurtin dhe vetëvendosin, kam kërkuar, i kam kritikuar në mënyrë parimore, njerëzore, jo me fyrje dhe shpifje dhe sharje, por kam kritikuar punën e tyre dhe kam bërë thirrje që të mos i mbështeshim. Prej vitit 2017, ju them me sinqeritetin më të plotë, dhe deri me sot 2025 gati 8 vite kam marrur vetëm fyrje, sharje, nënçmime nga pjesa dërmuese qytetarët të Kosovës, nga shumë shokë të mi dhe të juj, për shkak të qëndrimeve të mia kundër vetëvendosjes. Pas 8 viteve dolen fjalët e mia. Dhe ata deputet të cilët ishin aty disa u don nga ai themelon iniciativa, as nuk më thirrën për koalicion, po prapse Gzim Kelmeni dhe partia Fjala mbes. A ishit të interesuar? Po, ju e dini zhvillimet e fundit që në muaj nëntor, unë i kam bërë ftesë publike, pikërisht deputetëve të dalur nga vetëvendosja dhe këtij koalicioni të madh që është nga 4 partitë, nga partia e Pacollit, Aganit dhe një grup tjetër i qytetarëve dhe 2 deputetët e vetëvendosjes, e i thira në mënyrën më të sinqertë vllazërore. Fillimisht të them të drejtën, nuk e kam pas lehtë me i thirrë. Nuk e kam pas lehtë se s'kan qenë korrekt me mua, kam fyy për vitet e tëra. Kanë shpif ndaj meje për vitet e tëra. Por e vendosa që për hir të Zotit të bëm bashkë edhe i thira në mënyrën më të mirë të mundshme, që asnjë parti politike nuk e ka thirrë kënd që i kam ftu unë sekretari i Partisë Fjala. Ju thash, e janin Partin Fjala, të bëhemi bashkë, ne u garanim, ishin partia certifikuar. Thash, zgjidhni numrat ju në listën tonë, prej 1 deri në 110, numrat janë të jujt. Edhe pse jam i kryetari i Partisë Fjala, numrat janë të juajt. Edhe ju dërgum ftesën që ka qenë publike, në fillimisht nuk u pajtuam në mënyrën e ftesës përmes Facebookut, ju dërgum pastaj ftesa zyrtare në Kuvendin e Kosovës. Kjo pjesa zyrtare mes në vllaznive shumë për e rëndë, se di zoti herë. Kërkuan ashtu, respektova dëshirat e tyre. Dhe pastaj në takim me ta. Unë e bëra edhe një hap më të avancuar në drejtim të bashkimit. I thash, kur u takova me partin e listës tyre, deputeti konkret që është Emar Rahmanin, u takova në Pej me të. I thash, nëse ju pengon juve ma në Partin Fjala, thash, vim ne të jo. S'është problem që nuk hi me emën Fjala, hi me emrin e juaj, vetëm të bëhemi bashkë. Veç jemi bashkë. Një parti konservatore e kemë qytet konkret ka. Qytet ka ashtu. Gjithë të parti konservatore me një qëllim të caktuar, me një jetë mirë, me një më bokshtu për kjo fesë, vërtet e rëndë kjo punëve bre. Shumë. Edhe thash, veç të bëhemi bashkë, nëse ju pengon, na po vim të jo. Ishte një përgjigje që u detyrova 2 herë mi thonë çka po thu. Tha jo, tha, nuk bën, tha, mundeni 5 vet juve të Partisë Fjala me ardhë ne në koalicion, por ti Gzim Kelmeni nuk bën me ardhë.
Hajde, dhe. Thash unë jam kryetari i Partisë Fjala. Thash ku ke pati me ftu një parti në koalicion dhe kryetarit mi thon s'bën marr. Hajde ne meç, më pas zotën e shtëpisë. Po. Kjo ndazave. Thash çush ashtu? Po tha se ti ki fol kundër Dan Terezës dhe Skënderbeut. Çka e të fol? Thash qysh 2 herë kam kërkuar me përsërit njëjtën përgjigje. Thash qysh? Po tha Dan Terezën dhe Skënderbeut. Thash fillimisht për Dan Terezën në shpifje, kur s'kam fol për ta. Për Skënderbeut nuk i iki përgjithësisë, nga se ajo është vlerë imja, nuk e kam fyll, nuk e kam shoh, por e kam vlerësuar luftën e tij në këndin që e kam mësuar unë, pa fyllje dhe sharje. Po bëj kam më ndryshe edhe mos më bën më lutem. Edhe isha i shokuar nga përgjigjja e tyre, fyse dhe nënçmuesën ndaj neve, se munduan të na nënçmojnë të na eliminojnë në atë mënyrë që ju keni fol për Skënderbeun, ju se meritoni koalicion me neve, edhe përfunduan rrugë dhe ashtu ndahen rrugët. Sot jemi ngarë ne Partia Fjala të vetëm, ata vazhdojnë si koalicioni tyre vetëm dhe parti tjera të cilat kanë qenë në Parlamentin e Kosovës. E dhëmshme, kjo pjesë vërtet e dhëmshme. Kjo ka qenë shumë e dhëmshme, por unë prapë, kur e di që e kam bëu për hir të Zotit, nuk dëshpërona se çdo se nëse bëjmë jetë për jetë Zotit, veprat problem do të thonë sipas pavarësisht s'po paragjikojmë sepse kemi edhe një 5 minuta kohë. Pavarësisht rezultateve, çfarë do të veprojë tek pjesa politike, pjesa profesionale nuk do t'i ndash. Ato s'po diskutojmë, po te pjesa politike si do të veprosh tutje. Po unë kam thënë, edhe pse prej vitit 2017 kur kemi garuar për rreth parë si Parti Fjala, edhe tani kemi një rënje të votave, por kam thënë një fjalë ashtu që e them edhe jo, nëse vetëm një vot Partia Fjala e merr, ajo vot do të jetë nga unë, nga se di që me shokët e mi pse kemi themelu. Kështu që për ne nuk mbetet tash pyetje sa vota i marrim. Nga se ne kemi qëndrimet tona dhe gjithë i dinë qëndrimet tona, për neve mbetet sfidë ti bindim qytetarët e Kosovës që të na votojnë, nga se nuk është e pamundur. Vetëm është a dëshirojnë ata. Nëse ata dëshirojnë, me 9 shkurt, gëzim këtë mendje dhe Partia Fjala do të hyjë në Parlamentin e Kosovës. Nëse ata nuk dëshirojnë. Cili është numri i partisë tuaj? Numri 138. 138. Po. Deputet kandidat kemi mjaftueshëm. Kemi 22 kandidat. 22. Po, nuk kemi profiles profesionesh ndryshme. Janë të them secili më i mirë se tjetri. Ndash prej fillimit, ndash prej fundit, secili më i mirë se tjetri. Nga çdo pjesë, nga çdo cep i Kosovës. Pothuajse nga gjitha vendet e Kosovës, kemi edhe nga diaspora, kemi intelektual profesionistë, kemi burra të mëdhenj të cilët kanë luftuar për lirinë e pavarësinë e këtij vendi, siç është rasti i Blerim Kajtazit, i cili ka qenë një sitin anti-tank, nga se ka qenë vetëm i specializuar në hudhjen e predhave kundër tonë të Serbisë. Kështu që sikur sa ai kemi aktivista të tjerë të vjetër, që vitet e 90-ta kanë filluar lëvizjet e tyre për lirinë e pavarësinë e vendit tonë. Kanë treguar veten, po. Kështu që gjithë janë besimtarë të ndershëm, profesionistë, që nëse ju besohet një detyrë e caktuar, besoj që do ta zbatojnë me ndershmëri. Po, sidomos me frikë respekt fillimisht ndaj Zotit, pastaj ndaj ligjeve të bëra nga kushtetuta, nga ligjet e njerëzve. Porosia fundit, kërkesa e fundit për fund të emisionit, cila kishte qenë e përgjithshme diçka politike dhe jo politike, cila do të qoftë ajo. Unë duke u nin nga përvoja që thash në vitin 2006 më ka ndruar komplet jetën në aspektin pozitiv kur kam filluar ta falin namazin, dhe porosia ime që veprojmë ashtu si na mëson feja. Islami është sistemi i jetës. Na mëson çdo fushë si me vepru, si me ucjell, edhe tash jemi edhe fazën e zgjedhjes të veprojmë ashtu si na mëson feja. Jo s'ka thot gëzimi apo albini apo të tjerët. Me rëndësi çysh na mëson feja, jemi shumë komod, shumë të qetë. Nga se vetëm dy i respektuar mësimet e fesë, e ruajmë shëndetin individual, shëndetin publik, e ruajmë familjen tonë, e ruajmë shtetin tonë, dhe jemi inshallah faqe bartë të Zotit. Nëse veprojmë sipas mendjes, zemrës, egos tonë, logjikës tonë, do ta psojmë që kemi mësuar për këto 25 vite në gjitha fushat, qoftë në arsim, ekonomi, shëndetësi, drejtësi. Kosova ballafaqohet me problemin më të madh se çdo vend tjetër me pa drejtësi në çdo fushë. Duke filluar nga shkollimi fillor e deri në punësim, ndoshta në pensionim, kur pensionistët nuk e marrin pensionin që e meritojnë, domethënë ballafaqohet me shkallën më të lartë e padrejtësisë. Pse kjo? Nga se udhëheq kosovar që 25 vite pas luftës vepruan kundër mësimeve të fesë. Vepruan sipas interesave, bindjeve dhe dëshirave të tyre. Nuk vepruan sipas gjë që po na kushton për çdo të tjetër. E tash ne qytetarët nuk guxojmë ta lejojmë këtë. E kanë mundësinë me 9 shkurt. Qytetarët janë sovrani, me 9 shkurt qytetari bën çka do. Çka dëshiron mundet me bëj qytetari me 9 shkurt. E bën zgjedhjen e vet. E bën zgjedhjen e vet. Pastaj ankohet ku ka ose thot pas apo zgjedhjen e duhur. Edhe në pyetje të fundit.
do të jenë përpjekjet e tua të vazhdueshme që të paktën partitë konservatore shqiptare të Kosovës, po edhe të tjerëve, pavarësisht ata që janë shqiptarë apo jo, janë shtetarë të Kosovës, bashkohen në një listë të vetme që të paktën, siç kemi pas dikur 5 deputet nëse s'gaboj, ti bëjmë 10-15 e kështu të forcohemi dhe të bëhemi faktorin këvenda, apo si do të jetë puna. Unë mendoj ky rast i fundit që ka ndodhur në nëntorin e vitit që lan pas 2 muaj është dëshmi e qartë për qëndrimet e mia si Gzim Kelmeni dhe Partia Sociale se si kemi qenë të hapur, e kemi bërë që asnjë parti nuk e ka bë. I kemi ftuar koalicion që askush nuk i ka ftuar në formë të tillë. Kemi qenë për çdo bashkëpunim. Kam gols. Dhe mendoj që ata në çdo veprim që e bëjmë për hir të Zotit dhe qëllimi jonë është me u bë bashkë, nga vetëm të bashkuar mund të ecim përpara. Faleminderit shumë. Ka që të kohë Zoti nderoft. Ne presim edhe herave tjera. Faleminderit. Me kënaqësi, respekt, shëndet dhe mbarësi dhe juve. Faleminderit shumë. Vazhdoni që ndroni me ne, dhe do të kemi emisione të ardhshme doktor të ndryshëm, do të kemi profesionistë të ndryshëm, profile të ndryshëm, mysafir të ndryshëm, që për qëllim gjithmonë kanë përmendje edhe vetë mysafiri jonë të çojnë vend fjalën e Zotit dhe të punojnë sipas saj, gjithmonë sipas mundësive, po të paktën të bëjmë ne ata që do të ndryshojmë të keqen, jo vetëm me fjalë, por edhe me dorë tonë, dhe kështu sa do pak të jemi më faqebar para Zotit mallënishëm. Qëndroni me ne, do të takohemi edhe sot në javë. Deri atëherë natën e mirë, selam aleikum dhe mirëmbëjtje.